Horoskopi mujor Akrepi, korrik 2025, korriku vjen si një periudhë zgjerimi të brendshëm dhe qartësimi për ty, Akrep. Ndihesh sikur nuk ka kufi për atë që mund të mendosh, të ndjesh dhe të bësh. Fillimi i muajit në ndikimin e sezonit të gafores, të shtyn të shikosh përtej përditshmërisë. Është një periudhë ideale për të ndalur dhe reflektuar mbi rrugëtimin tënd shpirtëror. Të mund të lindë dëshira për të lexuar më shumë, për të mësuar, për të eksploruar ide të reja ose për të kuptuar më mirë botën dhe vendin tënd në të. Mendja jote është e hapur dhe fjala jote ka më shumë peshë. Nuk ke frikë të shprehësh mendimet e tua, edhe kur ato janë të thella dhe të ndërlikuara. Kjo të jep një ndjesi çlirimi. Në këtë muaj, ti jo vetëm flet, por dëgjohesh. Dhe kjo është e fuqishme. Më 4 korrik, kur Venusi kalon në binjak, ka gjasa të marrësh një ofertë të papritur, mund të jetë një kontratë, një mundësi pune, një bashkëpunim ose një projekt që lidhet me financat apo komunikimin. Gjërat fillojnë të lëvizin në mënyrë më të lehtë. Një ndjenjë sigurie financiare fillon të shfaqet, ndoshta sepse ke arritur të mbyllësh disa borxhe apo ke vënë rregull në çështjet praktike, por ky muaj nuk është vetëm për çështje materiale. Emocionalisht, po hyn në një periudhë ku ndershmëria dhe intimiteti janë thelbësore. Mund të gjendesh duke folur hapur me një partner ose me një person të dashur për ndjesi që zakonisht i mbahet të fshehura. Mos ki frikë të tregosh dobësinë, aty fshehet forca jote më e madhe këtë muaj. Besimi ndërtohet ngadalë, por në korrik ke mundësinë ta thellosh atë në një mënyrë që mund të ndryshojë marrëdhëniet e tua për mirë. Pas datës 7 korrik, kur Uranusi lëviz në shenjën e binjakëve, energjia e papritur dhe e paparashikueshme hyn fuqishëm në sektorin tënd të burimeve të përbashkëta. Kjo do të thotë se mund të përballesh me ndryshime të menjëhershme që lidhen me financat e partnerit, trashëgimit, borxhet apo investimet që ndan me dikë tjetër. Ndoshta partnerja jote merr një ofertë të papritur pune, apo ndryshon diçka rrënjësore në jetën e vet financiare, dhe kjo ka ndikim edhe te ti, por këto ndryshime nuk janë vetëm jashtë teje, janë edhe të brendshme. Ndjen një thirrje për të shkëputur nga gjithçka që të bën keq. Mund të marrësh një vendim spontan për të larguar nga një punë që e ndjeje toksike. Apo të largohesh nga një situatë që po të konsumon pa asnjë dobi. Kjo është një çlirim, në anën tjetër, shpirti yt kërkon shërim, dhe këtë muaj je më i gatshëm se kur të eksplorosh mënyra të reja për të arritur atë. Qoftë përmes terapisë klasike, teknikave trupore si puna somatike, meditimi, apo edhe rituale më shpirtërore, ti je në kërkim të diçkaje që të rikthen në ekuilibër. Asgjë nuk është jashtë tryezës, dhe kjo është ajo që e bën korrikun kaq të fuqishëm për transformimin tënd. Më 10 korrik, hëna e plot në britsjap ndriçon fushën e komunikimit, dhe ky është momenti yt për të folur. Nëse ke ndjenja që i ke mbajtur brenda, tani është koha ti nxjerrësh në dritë. Mund të ndjesh një impuls të fuqishëm për të thënë të vërtetën tënde, edhe nëse ajo dridh themelet. Një bisedë që ka kohë që vlon në heshtje mund të arrijë kulmin dhe të çojë në një kthes të madhe. Informacioni që merr rreth kësaj date mund të ndryshojë mënyrën si e sheh veten dhe botën rreth teje. Këshill shpirtërore për këtë periudhë, fjalët kanë fuqi. Kur flasin nga zemra, ato shërojnë jo vetëm ty, por edhe të tjerët rreth teje. Mos e mbaj të vërtetën brenda, ajo është drita që ndriçon rrugën tënde. Më 12 korrik, planeti Saturn nis lëvizjen retrograde në shenjën e Dashit dhe për ty kjo është një thirrje e qartë për të vendosur kufi të shëndetshëm. Nëse ke shtyr veten përtej kufive fizik apo mendor, kjo është koha kur universi të fton të ndalosh dhe të reflektosh. Nuk mund të japësh nga vetja në mënyrë të pafundme pa u rigjeneruar. Kujdesu për trupin, rregullo orarin e gjumit, ushqimin dhe rregullsinë. Saturni të mëson se qëndrueshmëria ndërtohet me disiplinë, por edhe me pushim. Ky retrograd do të shoqërojë për disa muaj dhe gjatë kësaj kohe do të analizosh zakonet e tua, nga mënyra si punon, si shpreh veten, deri te mënyra si kujdesesh për veten. Pyet veten, çfarë më ndihmon vërtet dhe çfarë thjesht më lodh? Nga data 17 korrik,
Merkuri fillon të lëviz prapë në shenjën e luanit, duke sjellë dyshime, drama dhe rikthime. Kjo mund të prekë sidomos karrierën dhe vendin e punës. Mund të ndodhin keqkuptime me një shef apo koleg, apo të dalin në sipërfaqe tensione të mëhershme që kërkojnë zgjidhje. Nëse ke qenë në kërkim të avancimit apo rritje page, procesi mund të ngadalësohet përkohësisht, por mos e humb besimin. Kjo është një pauzë, jo një refuzim. Kjo fazë sjell edhe kthimin e disa figurave nga e kaluara në jetën tënde. Ndoshta dikush me të cilin ke pasur marrëdhënie të ndërlikuar rikthehet me një mesazh. Apo një misi e vjetër kërkon të shërohet. Je kujdesshëm me se cilin kapitull vërtet dëshiron ta rihapësh, gjithashtu mund të ndihesh pak i humbur për drejtimin tënd profesional. A je aty ku vërtet dëshiron të jesh? A është rruga që ke zgjedhur në përputhje me vlerat e tua më të thella? Këto janë pyetje që kërkojnë përgjigje dhe këtë muaj ato do të rrinë në mendjen tënde. Më 22 korrik, dielli kalon në shenjën e luanit dhe ti, akrep, fillon të ndjesh një ngritje të jashtëzakonshme të vetbesimin. Vëmendja që ke kërkuar po të vjen natyrshëm, mund të marrësh një çmim, një lëvdat, ose thjesht ndihesh më i edukshëm për ata që të rrethojnë. Tani po mëson si të ndriçosh pa frikë, si të marrësh hapësirën që meriton dhe të ndjesh dashuri për veten, pa ndjes faj. Më 24 korrik, hëna e re në luan të fton të shikosh përpara dhe të vendosësh një synim të ri jetësor. Dëshiron të studiosh diçka të re? Apo të bëhesh pjesë e një profesioni tërësisht tjetër? Ndoshta dëshiron të fejohesh, të bësh një fillim të ri në dashuri apo karrierë. Energjetika e kësaj hëne të shtyn të dëgjosh zemrën, jo logjikën. Mos e kufizo veten. Universi do të mbështesë në çdo hap, nëse nisesh me qëllim të pastër. Më 30 korrik, planeti Venus hyn në shenjën e Gafores dhe ndjenjat e tua thellohen. Nëse je duke udhëtuar, mund të takosh dikë që të magjeps, ose të ndodh një përkim i pazakont me dikë që të zgjon zemrën dhe mendjen. Nuk të mjafton më një lidhje sipërfaqësore, dëshiron dikë që të nxit të mendosh, të pyesësh, të kërkosh kuptim më të thellë. Romanca merr një trajt më të ndjeshme, më të mençur dhe më të sinqert, po ashtu mëson lajme të mira, ndoshta një letër pranimi, një mundësi financiare, apo thjesht një lajm që të rikthen shpresën. Komunikimi përmirësohet dhe njerëzit të kuptojnë më mirë se ç'kërkon. Ky muaj të mëson se fuqia nuk vjen vetëm nga kontrolli, por nga ndershmëria emocionale, nga hapja dhe nga guximi për të ëndërruar ndryshe.